Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashkë një menu iftari nga supa tek gjella kryesore deri tek ëmbëlsira. Ju uroj të gjithëve gëzuar muajin e begat të Ramazanit. Uroj që Zoti t'ua pranoj lutjet, t'ua pranoj agjërimin. Ky është iftari im i parë të dashur miq, kam përgatitur një kebab me qofte me perime të tymosura, kam përgatitur një supë me thjerza dhe një ëmbëlsirë me kremë me petë baklavaje. Ëmbëlsira me kremë me petë baklavaje është me petë baklavaje të gatshme të dashur miq, del shumë e shijshme. Uroj që ta provoni. Në përgjithësi unë këtë ëmbëlsirë e kam bërë dhe në forma trekëndshme, duke i bërë petët vet. Nëse doni atë video, mund t'ua ngjis poshtë, jo tek komentet, por tek inboxi ku gjendet dhe receta. Është një ëmbëlsirë e lehtë, është shumë e shijshme, ka pak fare sherbet sa për të qullur petët e baklavas, ama të gjithë do t'ua pëlqejnë. Nëse jo si iftari i parë, por në ditët në vazhdim, ndoshta mund ta përgatisni, të jeni të sigurt që të gjithë do t'ua pëlqejnë. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të përgatisim ëmbëlsirën, se ëmbëlsirën do ta fusim në frigorifer të shlodhet. Edhe unë atë ditë e kam përgatitur para dite dhe nga ora 12 e tutje derisa ka ardhur iftari ka ndenjur në frigorifer. Kam përdorur 40 gram gjalp dhe pak vaj lule dielli që mos të më digjet gjalpi. I kam kaurdisur këto 2 lugë gjelle mielli që t'i dali era miellit, jo të ndëroj ngjyrë. Dhe pastaj i kam shtuar pak qumësht dhe e kam fikur sobën që mos të trashet për një herë, thjesht masa të ftohet. I shtojmë një gotë ujë me sheqer, gotë 200 ml, e trazojmë pak me sheqerin dhe i thyejmë 2 kokra vezë. Kini parasysh që masa nuk është e nxehtë, pra mos mendoni që veza do të piqet, sepse ne kur i shtuam qumshtin e fikëm sobën. Pra në këto momente soba është e fikur. E trazojmë mirë në këtë masë të pakët që veza të shpërndahet mirë në të, se po t'ja shtojmë të gjithë qumshtin nuk na ndahet si duhet, nuk na përzihet si duhet veza. Pastaj i shtojmë pjesën tjetër të qumshtit, në total kam përdorur 1 litër qumësht dhe e trazojmë. E ndezim sobën dhe e trazojmë vazhdimisht. I kam shtuar gjithashtu dhe pak vanilje lëng. Ndërkohë për të qullur petët e baklavas kam peshuar 100 gram gjalp. E kam shkrir gjalpin dhe e kam lënë më njanë, e kam gati për petët e baklavas. Siç e shikoni, masa është trashur, por ishte pak e hollë të dashur miq, me që duhet që kur ta fusim në frigorifer të mbetet si një masë kompakte. Unë i kam shkrir gjithashtu dhe 1 lugë niseshte me pak ujë dhe ja kam shtuar masës. Kam marrë dhe një herë val me niseshten dhe duhet të ketë këtë lloj konsistence, siç duket në video. Pasi i dalin flluckat, pra pasi zihen, hiqeni dhe është gati. Për këtë ëmbëlsirë unë kam përdorur pak bajame dhe pak arra, i kam bluar në blender, por këto janë opsionale të dashur miq, mund mos t'i përdorni, thjesht mund ta bëni këtë lloj ëmbëlsire veç me kremë. Frutat e thata i kam përzier bashk. Siç duket dhe në video, kam përdorur petë të gatshme baklavaje. Kjo paketë ishte 800 gramshe dhe kishte brenda 44 petë. Për këtë ëmbëlsirë 20 petë janë të mjaftueshme, pra unë do të përdor 10 petë poshtë dhe 10 petë lart. Pjesën tjetër e kam paketuar dhe e kam futur në ngrirje, do ta përdor një herë tjetër kur të më duhet. Fundin e enës e kam lyer me pak gjalp dhe kam filluar të vendos petët. Petët nga që janë pak të gjata, i kam vendosur poshtë të gjitha, duke pjesa anësore duke qëndruar në buzët e enës, kurse përsipër do t'ja pres të dashur miq, do t'ja vendos fiks. Pra, siç tregohet dhe në video, vendosim një petë dhe e ngjyejmë me pak gjalp. Keni parasysh që këto nuk janë petë byreku që t'i ngjyeni bollshëm me gjalp. Shumë pak gjalp mjafton të dashur miq. Pra, aq sa mbetet tek furça është e mjaftueshme për t'i lyer që mos të bëhet velitse.
pra unë kam hedhur një pikë gjalp dhe kam filluar ta shpërndaj në të gjithë petën, madje edhe në pjesët anësore atë pikë gjalpi që kam hedhur në fund. Kështu kam vepruar për të gjitha petët që kam vendosur poshtë, pra 10 copë në total. Si që thash, lajthit, bajamet apo arrat janë opsionale, edhe veç me krem, kjo lloj ëmbëlsire del fantastike. Ja kam shtruar të gjithë masën e kremit, e kam rregulluar sipërfaqen e sipërme që të jetë drejt dhe kam lënë 2-3 minuta sa të mpikset pak pjesa e sipërme që të mbaj arrat. Pra, kur e preki me gishtin nëse nuk ju ngjitet, atëherë ka zënë atë cipën e sipërme. Në këtë mënyrë mund t'i shtoni arra, bajame apo çfarë të dëshironi. Pjesët anësore ja palosim siç tregohet në video, pastaj i spërkasim me pak gjalp. Petët e sipërme i kam prerë në madhësinë e tepsisë dhe kam vepruar po njësoj. Keni parasysh që këto petët e baklavas, nga që janë shumë të holla, thahen shumë shpejt. Pra, e mira e të mirave është që t'i prisni direkt aq petë sa do vendosni, pra t'i numroni 1, 2, 3 deri në 10 dhe t'i prisni sipas madhësisë dhe të veproni shpejt, sepse petët ju thahen dhe bëhen si të forta të dashur miq. Jo se ka ndonjë problem se u forcua peta, sepse ajo në furrë fundja do thahet, kuptohet, domethënë, por është vështirë që t'i ndani nga njëra tjetra, pastaj ju vështirësohet puna. Gjithashtu kur thahen, kërcejnë kështu sipër, prandaj e mira e të mirave është që kur t'i vendosni të veproni shpejt. Buzët anësore me majën e një thike ja kam ngjeshur për poshtë tepsisë. Para se ta presim, petën do ta ngjyejmë me gjalp që peta e sipërme të jetë e butë dhe mos na kërcej përsipër gjatë kohës që ne e presim. Keni parasysh të përdorni një thikë të tipit sharr, pra një thikë nga ato që përdoren për të prerë fruta perime ose për të prerë bukën. Dhe nuk do ta ngulni thikën deri në fund, thjesht vetëm pjesës së sipërme. Pra, do ta presim me kujdes, pa e lëvizur, duke i mbajtur pak me dorë petët që mos të kërcejnë përsipër, e presim me një thikë sharr. Thika sharr e priste më mirë se thikat e mpreta normale. I shtojmë pak gjalp përsipër dhe e fusim në furrë me 180 gradë për 20 minuta ose 30 minuta derisa përsipër të marrë atë ngjyrën e bukur në të kuqërremtë dhe petët të fryen të hapen në kate. Do të përgatisim gjithashtu shumë pak sherbet, 1 gotë sheqer, gotë 200 ml, jo gjysmë gote ujë, por pak më tepër se gjysmë, pak karafil dhe një fetë të hollë limoni. Të gjithë këta përbërës i ziejmë për 5 minuta dhe sherbetin e kemi gati. Kur ta nxjerrim nga furra, ja shtojmë. Keni parasysh ta lini një 5 minutë të pushoj, mos ja hidhni direkt të nxehtë fare që mos t'i zbutni petët e përsipërme. Edhe sherbeti është vakur, unë sherbetin e kam bërë që kur e kam futur ëmbëlsirën në furrë, pra nuk është i nxehtë, super i nxehtë. Baklavaja është më e nxehtë se sherbeti, por gjithsesi juve një 5 minutë mund ta lini, të jenë që të dyja të vakta, nuk ka hiç problem. Tani do të përgatisim qebapin. Qebapi është me qofte dhe poshtë ka perime të tymosura. Nëse më ndiqni që nga fillimet e kanalit tim ju kam hedhur dikur një video me perime të tymosura me mish përsipër. Edhe ky qebap i ngjason asaj recete, vetëm se është me qofte. Për këtë recetë do të na duhen 4 patlıgjane, varet në varësi të sa personave jeni, ne jemi 4 persona në familje, nga 1 patlıgjan për gjithë secilin. Siç e shikoni, patlıgjanet i vendosim në gaz dhe i pjekim. Kur patlıgjanit lëkura jashtme i piqet, pra thahet, brenda ai bëhet i butë dhe merr një aromë si të tymosur. Në një enë do të përgatis qoftet. Kam gati 400 gram ose 350 gram mish të grirë, i kam shtuar krip, erëzat e preferuara, kryesisht unë përdor rigon, piper të zi, piper të kuq. Përdor pak salcë speci, pak salcë domatesh, përdor krip, 1 kokër vezë, bukë
të tharë të bluar në blender, një kokër qep, 2-3 thelbinj hudhra, të cilat i kaloj në blender dhe formoj një masë qoftesh. Masën e punojmë mirë dhe formojmë qofte në formë gishti, aq sa qoftet u dalin. Si që shikoni, me që patlıxhanet janë pak të gjata, kam pjekur njëherë pjesën e parë, pjesën e majës, pastaj kam kaluar pjesën e bishtit. I vendosim në një enë dhe i mbulojmë me kapak që të djersin, sepse në këtë mënyrë qërohen më kollaj. Unë kam pjekur gjithashtu dhe speca, ju mund të piqni speca që janë pak më të mëdhenj se këta që kemi neve. Ne i kemi kështu të hollë të dashur miq dhe im shoq i preferon më shumë këta të hollët se sa ata që janë pak të trash. Mund të piqni dhe specë të kuq. Mua nuk më gjendej, për këtë arsye kam pjekur vetëm jeshile. Në enën ku do të vendosim qebapin, do të grim një kokër qep dhe do të fillojmë të qërojmë perimet. Qërohen shumë kollaj të dashur miq, sepse lëkura ju del shumë kollaj, mos keni merak. Pasi i keni pastruar në këtë mënyrë si tregohet dhe në video, i presim në ripa, pastaj në kubik dhe i shtojmë në enën ku do të vendosim qebapin. Edhe me specat veprojmë po njësoj, specat madje unë i kam fërkuar me gishta duke i tërhequr për poshtë dhe pjesët e djegura i hiqen shumë kollaj. Domethënë nuk është mirë që t'i grini bashkë me këto të zezat që marrin nga pjekja. Me dorë, vetëm i tërhiqni kështu për poshtë dhe ato që janë djegur hiqen të dashur miq, dorën mund ta shkundni ose mund ta shplani në lavaman. Këtë proces e bëjmë për të gjithë specat dhe pastaj i presim dhe ato imët. Në këtë pikë kësaj mase do t'i shtojmë krip dhe erza. Ne si familje, me që me këtë qebap jemi mësuar, unë nuk i kam shtuar gjë tjetër, sepse kjo lloj mase na pëlqen kështu si sallat, por nëse doni që ta ktheni si formë gjelle, por prap ta ketë atë erën e tymosur, në këtë pikë mund të shtoni dhe pak salcë domatesh që përdorin për makaronat, për shembull. Pra, pasi i keni shtuar pak salcë dhe erzat e preferuara, kryesisht piper të kuq dhe rigon të dashur miq, jo ndonjë gjë tjetër, i vendosim qoftet përsipër duke ja rreshtuar siç tregohet në video. E spërkasim përsipër me pak gjalp që të skuqen qoftet dhe gjithashtu të marrin një aromë të shijshme dhe e fusim në furrë me 230 gradë derisa qoftet të piqen. Supa e kësaj menuje është shumë e thjeshtë të dashur miq, është një supë me thjerza, e ushqyeshme dhe shumë e shijshme. Kjo supë është supë që bëhet vetë. Keni parasysh që thjerzat i lani mirë nëse do të përdorni tenxhere me presion. Unë gjithmonë në tenxhere me presion i bëj të dashur miq, për 15 minuta janë gati. Pra do t'i lani një gotë thjerza derisa të dali ujë i pastër që mos të shkumojnë. Karrotën do ta grim direkt aty në vend. Nëse supën nuk do ta fruloni dhe pataten mund ta grini me rende siç grim 2 karrotat. Qepën e kam prerë në kubik, patatet po ashtu, dhe i kam shtuar 2 lugë vaj. Mos harroni dhe 1 lugë ëmbëlsirash salcë domatesh dhe 1 lugë ëmbëlsirash salcë speci. I shtoj 2 lugë vaj, e trazoj pak masën, por nuk ka nevojë fare që ta kaurdisni të dashur miq. E rregulloj me krip, i shtoj ujin, i vendos kapakun dhe kur fillon të nxjerrë zhurmën tenxheria e presionit, do të numroni vetëm 10 minuta ose 15 minuta maksimum, jo më tepër. 10 minuta janë të mjaftueshme, është bërë të dashur miq. E kalon, e fruloni dhe e keni gati. Nëse nuk do ta fruloni në fund, të gjithë produktet mund t'i kaloni në rende. Ky është rezultati të dashur miq, del fantastike. Po ju e gatoni supën me thjerza në këtë mënyrë apo jo, më shkruani në komentet më poshtë.
Për ta serviru servirim me pak gjalp përsipër. Gjalpin mund t'ia shtoni kur ta vendosni në tavolinë. Ky është dhe rezultati, të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni t'i jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Gjithashtu, nëse më shkruani në komentet më poshtë, më bëhet shumë qejfi. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.